Mirëmbrëma të nderuar teleshikues të Fox News. Mirë se vini në emisionin Pa Kollare. Unë jam Urim Tusku dhe së bashku në këtë mbrëmje të sotme do bëjmë një ndryshim teme, ndryshe nga herët e kaluara. Në Shqipëri ka ndodhur Giro d'Italia dhe me sa duket është një entuziazëm i papar për të diskutuar në lidhje me këtë çështje. Unë kam të ftuar si gjithmonë në studio dy kolegët e mi të nderuar, duke filluar me zotin Dritan Laci. Mirëmbrëma Dritan, mirë se erdhe. Dhe zotin Reldar Dedaj. Mirëmbrëma Reldar, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Të nderuar teleshikues, ashtu si kundër e anonçova në fillim, ne sot do të flasim për Giro d'Italia dhe për tema të tjera të cilat kanë të bëjnë me aktualitetin. Është kjo mbrëmje e së shtunës, një ditë para zgjedhjeve dhe prandaj jemi fokusuar tek tema të tjera të cilat nuk kanë të bëjnë me aspektin politik, por me aspektin e aktualitetit të ditëve të fundit në Shqipëri, por jo vetëm. Në fakt, Dritan, ta filloj me ty në lidhje me këtë Giro d'Italia. Çfarë është konkretisht dhe a e ka kapacitetin e duhur Shqipëria për ta përballuar një situatë të tillë, një Giro d'Italia, për shkak se në Tiranë ditën e sotme kishte paralizuar shumë lëvizje të qytetarëve, të cilët donin të shkonin në punë, donin të ktheheshin nga puna të tjerët, edhe aktivitetin e tyre normal të përditshëm. Shiko, Giro Italia është nga historitë e mëdha të suksesit jo vetëm në Itali, por në gjithë botën dhe është një nga tre etapat e cila krahas Vueltës së Spanjës dhe Tour de France në Francë, është një nga turët më të mëdha ciklistike në botë dhe sigurisht kur vjen puna për Shqipërinë, është një marketing jashtëzakonshëm të vinë sigurisht ciklistë të tillë, edhe pse disa prej tyre, do të themi të vërtetën, nuk kanë pranuar të vinë, pra disa nga ato që janë ciklistët më të mirë në botë, për arsye të tyre, të cilat qeveriu nuk e ka gjetur të arsyeshme, do të ta shpjegoj pse këta mungonin në këtë, por gjithsesi, pra vetëm marka dhe kur ti shikon rrugëve të Tiranës, shikon disa prej kompanive më të mëdha botërore që janë sponsor të Giro Italia, sigurisht që kjo është një gjë shumë e mirë. Por në krahun tjetër gjithmonë është diskutimi domthonjë që a jemi neve gati si popull, si shoqëri që të presim evente të tilla dhe si presim evente të tilla për hir vërtetës. Dhe ajo që mua më bëri përshtypje ishte domthonjë që në rrugët e Tiranës kryesisht ishin të vakta, për sa i përket këtij entuziazmi që duhet të ketë për një Giro të tillë, e cila nuk është se na vjen neve kaq shpesh. Për hir të vërtetës, Shqipëria ka një histori, po themi, shumë të mirë të ciklizmit të saj. Pra, deri para viteve 90, etapat ciklistike në Shqipëri ka qenë goxha të ndjekura. Ka funksionuar më mirë. Sigurisht nuk janë në kuptimin e ekranizimit, nuk janë etapat siç për shembull ndiqet Giro d'Italia, Tour de France apo jo, sepse unë për shembull në fillim viteve 90, kur patëm sigurisht një lloj liberalizimi të ekranit, dhe unë ndiqja me shumë kushëri, por ndiqja me kushëri sepse krahas ciklizmit unë shikoj edhe natyrën e Francës dhe kjo më impresiononte jashtëzakonisht shumë. Pra deri në atë moment unë e kisha lexuar nëpërmjet librave, e kuptova, por nëpërmjet këtij turi ciklistik u arrit të shoh se ç'ishte një lloj ekspozeje e vetë natyrës. Pra e bashkuar me ato dy rotakun dhe njerëz të cilët ciklistë sportistë të cilët rendin për të shkuar garës deri në fund, ti shikoj edhe natyrën. Ajo që unë pash, edhe këtë e them me keqardhje, është që unë nuk vura re njerëz të cilët ta prisin me padurim këtë lloj eventi që nuk është kulture apo. Kjo është një aspekt. Do ta themi këtë gjë. Është një aspekt domthonjë që për fat të keq unë pash njerëz të cilët më shumë ishin shqetësuar që nuk erdhi Urbani, pra Urbani nuk ishte i pranishëm dhe me qesët në duar, pra ushqimi do më i rëndësishëm për ta ishte ai ushqimi i përditshëm, se sa një lloj kërshërie për të parë këto sportistë të cilët garonin ose futeshin mes lagjeve të tyre. Kur ndodh një gjë e tillë, kudo, në Alpet e Francës, në malet e Spanjës, në malet e Italisë, gjitha me radhë, njerëzit edhe të mbrojtur nga një lloj kulture e tyre, presin dhe me ditë të tëra. Pra ata marrin çadra,
i vendosin në pikat caktuara të maleve për të pritur domthonjë që të vi radha, është sikur të shohësh eklipsin. Po, kthehet një lloj tradite. Pra, po, është një lloj tradite. Pra, është sikur të shohësh eklipsin, që ti vendosesh në një pikë të caktuar, sepse eklipsi nuk është të vjen shpesh. Dhe Giro Italia për neve është sikur na eklipsit, nuk na vjen kaq shpesh. Jo, unë pash njerëz të irrituar dhe të mbledhosur për hir të vërtetës. Po pikërisht pra, sepse mbledhosishin domthonjë. Se nuk kanë realizuar, nuk kanë arritur të realizojnë dot punët e tyre të përditshmërisë. Shiko, është një lloj vërtetë, po thash një herë, kur shikoj njerëz me trasa në duar, të cilët janë më të shqetësuar për të shkuar sa më shpejt në shtëpi, se sa në fakt për të marrë një lloj satisfaksioni, një lloj gëzimi nga kjo, kjo thotë që të paktën unë mendoj në këto 35 vite shumë kënaqësi të jetës neve na janë hequr, na janë varfëruar dhe për shkak të kësaj gjë dhe sigurisht që këtu një dominancë të madhe e ka vetë televizionet tona, për hir të sepse shija e smirës më burr. Po dhe kjo është çështje estetike, por unë mbaj mend në fillim viteve 90 unë shikoja slalom të skive, shikoja atletik, shikoja NBA, shikoja Giro d'Italia, Tour de France, Vueltën e Spanjës, shikoja pra kishte një lloj liberalizimi tjetër të ekraneve tona, nuk kishin këto filtrat që janë sot kur ti duhet ta blesh hapësirën sepse janë sponsorë të gjitha. Por si duket në këto 20 vitet e fundit, e kuptoj duke qenë se çdo gjë është bërë me pagesë dhe njerëzit edhe atë pak kënaqësi që kishin, me sa duket, këta u kanë zhveshur. U kanë hequr. Ta kalojmë te Reldari, nuk e di Reldari si të duk kjo atmosferë. Realisht është ambiesh parë në këndvështrimin tënd analizues, po. Eveniment i tillë sportiv është një ngjarje, do të thoja, jo e zakonshme për një vend si Shqipëria. Megjithatë, Giro d'Italia mendoj që ka ardhur në një moment krejtësisht të papërshtatshëm për sa i përket klimës politike, për një arsye shumë të thjeshtë, sepse klasa politike ka nevojë që i gjithë mesazhi i kësaj periudhe të orientohet drejt alternativave, ofertave politike dhe të lihet çdo gjë në periferi të shoqërisë, siç është dhe ky aktivitet i madh kulturor o sportiv. Për hir të vërtetës, një marketing i jashtëzakonshëm për një vend vogël si Shqipëria, është një nga evenimentet më të rëndësishëm, do të thoja, të natyrës sportive në botë. Megjithatë, ka edhe një pamje tjetër për sa i përket edhe raporti që ka media sportive në raport me tillë aktivitetesh. Ka njerëz shumë pak të specializuar për t'i trajtuar dhe për t'i evidentuar, do të thoja, për t'i mungojnë ato, që quhen Radio Kronikano. Ne kemi pasur, ja do të rri pak këtu. Unë mbaj mend, para viteve 90, ne kemi pasur Radio Kronikan të mrekullueshëm. Në volejboll, në ciklizëm, në radioamatorizëm, pra njohës të shkëlqyer me detaje, të këtyre kjo ka nxjerrë dhe një pamje tjetër për hir të vërtetës. Zoti Tusku ka nxjerrë mungesën e profesionalizmit të medias. Një media çfarë është profesionale? Nuk është një media vetëm që orienton tregun e saj ose mënyrën e saj vetëm te 5 shtyllat kryesore të informimit, siç janë gazetarët ekonomik, politik, kronikës, zez, të shoqërisë që merren me socialen, me mjedisin e tjera, edhe me sportin të përgjithshëm. Një media profesionale dhe një media arrirë profesionalisht është kur paguën edhe atë gazetar i cili është që merret me sporte të veçanta. Për shembull, ti shef kampionatin e tenisit Wimbledon, që është një kampionat mërësisht i famshëm. Si do arrish ta përçosh mesazhin po të marrë shembull, marrë emocionin, të fusish emocionin. Ti ke gazetar, komentator që nuk njohin logjikën e sportit. Nuk jo. Prandaj, duke mos pasur një komentator i cili e njeh potencialin e sportit të ciklizmit. Të përçojë entuziazmin tek audienca. Përçojë dhe entuziazmin tek audienca. Dështon gjithë ky aktivitet dështon. Është çështje referencë. Një shoqëri duhet të ketë pikat e veta të referimit. Dakor? Duhet të ketë kulturë në sport të gjitha. Sot për shkak që po flasim, unë nëse do dalë të bëj një vox pop, nëse këta e njohin për njerëz të mbledhosur. Nëse këta për shkak e njohin Anton Mazrekun. E kuptoj, unë mendoj domun që në mos 99% e shoqërisë nuk e din fare. Ai ka qenë një nga Radio Kronikani më të famshëm të sportit, një njohës i mrekullueshëm, po dhe një shkrues i mrekullueshëm i shkrimeve, i gazetarisë sportive, dhe sot realisht ne nuk e dim
Pra, u kujtuam doon që duhet ndronte jetë sa i mirë Demi. E kupton që kujtonin se sa e mrekullueshme ishte pena e tij. E kupton. Por sa ishte të gjallë, ai shkruante pra askush nuk kishte jehon. Shiko, sepse ne jemi popull doon që edhe lëvdatën nuk dim ta bëjmë. Nuk dim ta bëjmë. Kjo është aftësia më e madhe, aftësia më e madhe e njerëzve të biznesit, aftësia më e madhe, po ta them realisht, dhe këtë kam bindje dhe po më krijohet bindje, është për të relativizuar ato që ne i konsiderojmë marka në profesionet caktuara ose modele. Nuk duan t'i blejnë shtrenjtë. Jo, duan t'i blejnë. Sepse modeli, nëse ndërtohet miti i profesionit, miti, statura e një çfarë është tjetër biznesmeni pastaj? Lutem, momenti, nuk është këtu, nuk është vetëm tek ai. Momenti është te kritika që ndërton ai. Se shoqëria, nëse ti shoqërisë ja shet si model, ja shet si markë, ja shet si brand. Dhe nëse reagon tani e zan për një fenomen caktuar, nëse tani thot se infrastruktura e ciklizmit tu le për dështuar infrastruktura rrugore ky sport. Kjo shkatron pra një farë mënyre, çfarë audienca thot ku kanë hirur këto miliona para që janë hedhur për këtë infrastrukturë. Nuk po ngren dot kultin e profesionistëve. Pa diskutim. Ju dini shumë mirë që unë jam i njohur shumë i mirë dhe shumë sport, që diun i futboll. Po pra. Dhe nëse nuk e di nëse na ndjek apo jo. Po i fundi që mbaj mend unë nga ciklizmi në Shqipëri është Palion Zarka. Ciklisti mrekullueshëm i Fierit. Që nga ai moment unë nuk mbaj më, nuk kam fiksuar në memorinë tim një profil sepse këta e ka zhdukur, e ka zhbër. Pra, unë do doja domun që Palion Zarka e gjithë të tjerë të ishin në atë që është tribuna e parata aty dhe këta ishin ata domun që komentatorë Tour de France, ato njohin konceptet. Si ndodh gjithë botën. Ti mund të jesh një sportist i shkëlqyer, mund të jesh trajner i dështuar, mund të jesh analist shumë i mirë. E kupton, nuk është thënë domun po dhe çka kuptimi ka që sot Shqipëria vazhdon akoma ka turet e veta ciklistike. Dhe ne absolutisht nuk i njohim dhe nuk e dim as kur bëhen këto ture ciklistike. E di çfarë ka menduar sot kur bisedum se do bëjmë këtë temë, e di çfarë ka menduar? Kanë thënë këta gazetarët shqiptar, realisht e ka menduar se unë domethënë e hedh shumë vështrimin tana profesionale e gazetarisë, ku shoh element inteligjent. Do jenë në vështirësi të jashtëzakonshme jo për fajin tyre. Nuk është faji atyre fare. Realisht, është faj i ndërtimit se si ka ndërtu media shqiptare këta, sepse ai gazetar përballet me Giro d'Italia, ai nuk ka informacion fare kush janë turet e famshme, nuk ka fare informacion se kush janë ciklistët e dalluar sot në Europë, nuk ka fare informacion se sa duhet të shpenzojë një shtet për të ndërtuar realisht një sport të tillë. Takollon disa kolegë, dhe e dyta, dhe që është më e rëndësishme, a kemi ne infrastrukturë rrugore për të ta zhvilluar, për të përshtatur tillë tuaj? Dhe dini që sporti i ciklizmit është po kaq i shtrenjtë sa sporti i futbollit. Pra, një ekip ciklistësh profesionisht, e kupton, shkon nga 3 milion deri në 6 milion euro. Ja, po se di njëri këtë. Po pra, sa do një ekip futbolli në Shqipëri mund të shpenzojë 1.5 milion euro në vit. Kurse një ekip ciklistik në etapat vazhdon ka buxhetin nga 3 milion deri në 6 milion. Kjo tregon peshën rëndësinë që ka. Kolegë të nderuar, disa mund bënë përshtypje, po shihja njerëz të blefotur, të pamësuar me këtë lloj. Atë futemi në pikpamjen tu futemi. Jo, sinqerisht. Po shifja njerëz sikur nuk ka punë tjetër thoni shteti e qeveria që na sjellin këtë Giro d'Italia këtu dhe na bllokojnë gjithë jetën e përditshme. Tua problemi se marketimi politik i kësaj periudhe e ka mbyt këtë aktivitet, që ky është një aktivitet dhe faktikisht Shqipëria duhet të jetë me fat që e ka. Dhe unë e përgëzoj qeverinë shqiptare që e ka marrë. Turë se ne nuk po jemi kritik se të vërtetën e themi realisht. Aty ku është e vërteta është mbi gjithçka. Si ka thënë Aristoteli, e ka mik Platonin, po të vërtetën e kam akoma dhe më mik. Dhe është një meritë e qeverisë shqiptare. Problemi qëndron që gjithë aktorët të cilët kanë interes për të diktaturë aty ku kanë problemin, për të investuar shumë te politika, te personazhet politik, për të nxitur, për të orientuar opinionin publik, nuk ka asnjë lloj interesi për ta përqendruar vëmendjen e qytetarëve. Fabrikohet azjeja. Fabrikohet azjeja. Vërtetës të një aktivitet kulturor që unë shikoj orientimin që i bëjnë prindrit të fëmijëve. Të gjithë i orientojnë te futbolli. Futi sikur gjithë ta të bëhen futbollistë. Sepse i bin shkurt. 90% e tyre nuk kanë asnjë pikë lidhje me futbollin. I bin shkurt. Thjesht po. Thjesht ndonjëherë edhe për të ikur ca mësime me hajti fusin ke futbolli. Mund të ishin bër. Ciklisti jashtëzakonshëm. Mund të ishin bër shahist jashtëzakonshëm.
Mund të ishin bërë voleybollistë shumë të mirë, basketbollistë shumë të Sporti tenisi i Bashkisë së Vërtetës ka marrë përmirësim tenisi shumë është sport i ri. Noti, po ka marrë. Nuk është në lëkurën tonë, por ama Shqipëria, duhet ta dinë ata që po na ndjekin sot, që Shqipëria e para viteve 90, pavarësisht se sporti deri diku ishte edhe me një lloj imponimi të caktuar. Por kishte sportin e qitjes, e kupton, kishte kampion, kishte nivele shumë larta dhe nën kampion Evropë. Kishte shtangën po të mirë, kishte mundjen po të mirë. Kishte voleybollin që ka arritur deri në majat e Europës. Ekipet Dinamos para Dinamos për femra ishte Dinamo për meshkuj. Që shkoi që ishte nën kampione e Europës. Pa pasur këtë larmishmëri sportesh nuk do të zhvillohej. Në vitet e 10 ishte Partizani në meshkuj për basketboll që shkoi deri në kaçet kupës kampionëve. Shumë njerëz ta nuk i din fare. Po si din fare. Dhe kjo nëse ka një fatkeqësi në gjithë ato 35 vite, është sepse sporti është shkatruar, jo vetëm është shkatruar, por edhe në një farë mënyrë u është hequr. Unë kam shqetësim se po shifra kjo është arsyeja pse sot kam shumë irritim se sa gëzim. Kjo është arsyeja pse sot njerëzit më shumë shqetësohen, domethënë që ngelen në këmbë dhe kush shqetësohet një popull domethënë që fund fundit ishte popull baritor, i cili ka ecur në gjithë shekullët e vet, e kupton, ka ecur në këmbë. Edhe u shqetësoka domethënë sepse vika një mark kaq e madhe siç është Giro Italia, dhe këta shqetësohen për 2 stacione autobusi. E kupton? Po kjo është absurd, kjo është absurdi. Kjo është absurdi. Varfëria shoqërinë shqiptare e ka degdisur në periferi të Europës. Na kanë përfshirë për diçka më. Po ka sepse i mungon shija, i mungon dhe rëndësia e aktiviteteve. Jeta jonë është lidhur se çfarë do bëhet pas datës 11. Ku do e fusim dorën, te cili xhep do e fusim dorën. Kjo është shqiptari është rrullur, është ngushtuar aq shumë në kapacitetin e tij, në horizontin e tij, sa është bërë thjesht një qenie që vetëm jeton. Nuk shijon për diçmërisë. Nuk shijon, domethënë është një qenie thua se çfarë do bëj për të mbijetuar. Dhe ideja e mbijetesës, tendenca për ta shtyrë gjithmonë drejt mbijetesës, këtë shqiptar, këtë individ kësaj shoqërie e ka bërë që mos të kuptoj veten se ku është. Është vetëm një gjë europiane për hir të vërtetës, që nuk po e themi. Se ta shquajmë si detaj. Shqipëria ka mungesë të kulturës europiane këtu. Këtu nuk shef një film europian, këtu nuk shef një libër që të vijë një debat mbi librin europian, se në Europë ka shumë debate kulturologjike. Këtu s'vjen fare. Këtu nuk vjen asnjë produkt i asaj çfarë po ndodh sot në Europë. Si do zhvillohet do emancipohet shoqëria. Dhe ne themi se do na japin këta pasaportën europiane, por ne realisht nuk e kuptojmë se çfarë është Europa, çfarë është Europa në them. Dhe të vjen realisht një copës Europe, një aktivitet shumë i madh, dhe ti nuk ke asnjë lloj luksi për ta shijuar. Dhe ç'është më e keqja dhe vetë politika është ndarë në këtë gjë. Politika duhet ishte bashk. Kur vjen Giro Italia, politika duhet të jetë bashk. Kur vjen një eveniment botror, politika duhet të jetë bashk. Nuk mund të jetë kjo është e jotja, kjo është e imja. Është më mirë në të vendit. Është mirë në vendit. Nuk ka se si. Ndryshe pastaj ne jemi një politik, domthonë gati për mua para primitive. E kupton, në mënyrën se si qasim, se si. Dali më i them edhe një gjë tjetër, që është shumë e rëndësishme, me që u hap ky debat. Kjo është diskutim sepse pa njerëz të mbledhosur. Po pra, shiko, këtë kam shqetësimin. A i kemi kapacitetet që ne të organizojmë evente të tilla, apo do ta quajmë si fat të madh që ata na zgjodhen ne? Unë them ndonjëherë domethënë që mirimi mendor është më i rrezikshëm se sa mizeria që vjen për shkak mungesës së ushqimit të përditshëm. Domthonë nga mirimi mendor shpesh nuk dalim. Ne jemi të varfëruar mendor kështu. Do mendoj domethënë që mirimi neve na ka zënë përfund mirimin mendor. Kjo është gjëja, sepse njerëzit domethënë që kanë kapacitete për të dalë me veten ose për të parë atë që është estetika apo të gjitha, mund t'ja dalin edhe në aspekte të tjera, kuptimi materiale të gjitha. Ky është popull i cili për fat keq është futur në një lloj mirimi tjetër. Tani unë do të dalë ke aspekti i asaj që është media sportive. Ajo që po vdes këtu, dhe po vdes me shpejtësi të jashtëzakonshme, është media sportive. Do neve siç përgjigjet kushtet e tregut na shtapo. Shumë mund të Jo, nuk e ke gabim. Gjithmonë shiko. Gjithmonë e penalizon. Po pra, gjithmonë do ketë, shiko, të them një gjë. Ka dhe paradoks, ka etje për të luajtur basket dhe ka mungesë interesi për median. Prandaj a fokusu te basket. Edhe herë varet nga orientimi, këtu janë politika shtetërore. Dakor? Nuk ka se si, pra, nuk ka se si ti të bësh një pallat të bukur sporti, ëh,
Dhe mos kesh gazetarit mirë sportive. Nuk mund këto. Këto kanë lindur bashkë. Nuk qëndroj. Kanë lindur bashkë. Nuk qëndroj. Se janë instrumente që përplotësojnë njëra tjetrën. Dhe sot është ideal që quhet shumë apasionant, gazetar sportiv, ndoshta i nëmërsuar në shumë aspekte. E kupton që quhet Gjergj, në mos gaboj Gjergj Stefa. Gjergj Stefa, po. Në mos gaboj, se janë dy Gjergj apo ka mos gaboj me Gjergj Stefa. Po ai ky është që mbulon kryesisht këto të voleybollit. Një respekt i jashtëzakonshëm. Ndoshta i fundit i cili e njeh këtë sepse mbas ti, unë kam shtypur që as nuk e duan, as nuk do kemi më gazetar. Edhe nuk aspiron njëri të merret me këtë fushë përderisa absolutisht, madje vetë pronarët e mediave sportive nuk janë më fare ndërsuar, madje janë gati t'i vejnë kyçin këtyre gazetave. E fundit fare është Panorama Sport, e vetme që po mbijeton në treg, por që edhe nuk dihet. Po ajo ka futboll. Po pra futboll, por nuk dihet se kur do jetë. Ne themi të trajtoj larmishmërinë e sportit. Që sporti është kulturë. Sporti është kulturë. Sepse një to kanë lindur në antikitetin grek, për jetë vërtetë, lojrat olimpike dhe sporti. Duhet të them edhe një nuk është problemi vetëm këtu. Problemi qëndron që këtu është dëmtuar shumë kultura e raportimit. Pra gazetarisë si një nevojë edhe kulturore në shoqërinë shqiptare. Ju shifni gazetarinë e kulturës. Janë të lidhura, sporti si kulturë, si zhvillim, si nivel i ngritur i dëshirës së një populli për të jetuar mirë, për të jetuar shëndetshëm. Kjo është gazetaria sportive, ashtu siç është dhe gazetaria kulturore, që është një evidentim i vlerave kulturore dhe estetike dhe pasionante që ka një individ, ose qasje që ka një shoqëri ndaj artit dhe të bukurës. Thelbi këto janë. Po ne kemi dalë nga boshti i orientimit, ne kemi dalë, sepse ne jemi përqendruar te një fshat i vogël dhe drejtuesit e mediave shqiptare janë njerëz që mendojnë brenda fshatit, nuk dalin jashtë fshatit. Ti shih ti s'ke gazetari ndërkombëtare. Shohin një interes të vogël meskin. Po pa diskutim sepse pronarët janë për media ka ra dorë të disa pronarëve që është fatkeqësi tani. Ndërkohë për ta lidhur me atë që tha Tani pak më lart, por që do të rikthehemi pjesën e dytë, besoj që ka të bëjë me shëndetin që i sill shoqërisë në vetë. Po kjo pra kultura sportive për ta pasuruar. Gjergj tjetër, Gjergj e di domun që ka për saktësim. Do të shkojmë Gjergj Stefa për futbollin, po për Gjergj tjetër. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare. Gjergj Stefa futbolli e kështu me gazetare. Do të shkëputemi për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi vetëm pas pak në studio të nderuar teleshikues në vazhdimin e diskutimit që kishim pak më lart. Jemi sërish në studio të nderuar teleshikues duke diskutuar në lidhje me çështjen e Giro d'Italias. Është një eveniment sportiv i cili vjen rrallë Shqipërisë dhe është një fat i madh, por që me sa duket realiteti shqiptar ose qytetarët shqiptar janë të pamësuar saç duhet dhe nuk e kanë vlerësuar saç duhet. Jam këtu në studio me dy kolegët e mi duke diskutuar në lidhje me këtë çështje ku u ndalëm me çështjen e sporteve kryesisht dhe mungesa e vëmendjeve për shkak të shijeve të munguara për këto 35 vitet e fundit që nuk është trajtuar si duhet në aspektin mediatik. Shije që mos jenë munguara do të jenë të kultivuara. Unë kam rastin tim, po flas. Dhe unë jam nga ato djemë, të cilët kryesisht të shihet për sportin, nga marrë nga babai im. Babai im ka qenë një koleksionist i jashtëzakonshëm i sportit shqiptar. Ndjes pas sporti shqiptar, gazeta. Jo, sporti shqiptar kuptimin e sportit, pavarësisht pas dhe sporti shqiptar. Në atë kohë quhej sporti popullor, quhej gazeta, pastaj u bë sporti shqiptar mbrapa, tani është bërë tamam për ndjes pas. Dhe sigurisht që ai ishte një koleksionist shumë i mirë i aktiviteteve sportive, gjitha kishte bërë një katalog të vetin, të cilët deri vonë kemi pasur në familje. Ja çfarë sjellni? Që kultivohet nga babai. Pikërisht. Kjo është një çështje kultivimi. Dhe unë përgjithsisht ato që ishin evente botërore, sipas mënyrës të transmetimit atëherë të sportit popullor, unë i njihja. Pa ardhur që ishte demokracia. Dhe këtë gjë unë e përpjekur shumë domthonjë që edhe asaj që është mbesa ime, e cila sot jeton në një ishull të Greqisë në Santorini,
dhe luan në volejboll me moshat me ekipin e Santorinit, i cili sot është në Superligën greke, ekipi i parë i Santorinit. Po ka gjën më të mirë. Sporti është dhe volejbolli në Greqi është një nga volejt më të mirë në Evropë. Pra është volej elitar. Dhe unë gjithmonë përpiqem që besës time, krahas kulturës sportive që ajo merr, sepse merr nga trajneri që ka atje, unë përpiqem të tregoj se cili është ekipi që po luan. Ta plotësosh manën teorike thuaj. Jo, është kulturë mbi të gjitha. Pse ti duhet duash historinë. Mbi të gjitha herë duhet ndihesh krenar për ekipin që ti luan. Për ata që i kanë dhënë kontribut për këtë ekip, sepse ti mund të jesh i sportist i mirë, por në thelb nuk mund të jesh një njeri i mirë ose njeri i plotësuar. Pra, nëse ti luan me se neve shiko, në këto vite kemi humbur dhe shumë ekipe për hir të Vërtetës. Ekonomia e tregut pothuajse i ka shfarosur. Pra, Dinamo për femra në volej, një nga ekipet më të mira që ka pasur ndonjëherë Shqipëria, që kampione e Mesdheut, pastaj ka qenë nën kampione e Europës e gjitha me radhë, sot nuk ekziston më si ekip. Pra ka ngelur thjesht në... Po neve në është zbehu kjo kultura dhe kjo shia, se shto dhe stadiumet që janë bosh më burë. Po pikërisht pra, sepse shiko, u luajt para disa ditësh, u luajt Final Four. Final Four në Superligën shqiptare u krijuam është në vitin e dytë, u krijuam me mendimin tonë që në fazën e fundit do ishin 4 ekipet e para, do luanin me një nga tjetrën, do sillnin më shumë sportdashës. Por në fakt realiteti treguan domthonjë që tribunat, stadiumi në vetvete, pavarësisht se duket shumë i bukur nga jashtë, i investuar miliona euro e histori tjetër, se nuk e hy historisë korruptive të vetin, këto është bosh. Pra, njerëzit tu kanë refuzuar në mënyrë masive të ndjekin këtë lloj spektakli, gati të shëmtuar. Pra, vetë politika në këto vite është investuar, domthonjë që në një farë mënyrë edhe t'i largojë njerëzit nga sporti. Dhe kjo është fatkeqësia me militantizmin pastaj, ti lidhi me militantizmin e vet. Se s'po flasim politikë, se e kemi ndaluar sot se është heshtje elektorale. Po jo, nuk po flasim konkretisht, ne flasim si fenomen social. Sporti në përgjithësi ose besimi tek sporti në përgjithësi në Shqipëri ka rënë në mënyrë drastike. Pra ai lloj mbipopullimi që neve kishim si një lloj nostalgjie para viteve 90, sot nuk ekziston më. Sporti, sepse edhe një gjë, sepse njerëzit është vrarë dhe besimi te gara. Do të kuptojnë një gjë. Është shumë e rëndësishme. Është vrarë në një mënyrë të pakthim, ju është vrarë besimi tek edhe nuk e sheh njëri thua se konkurrenca, sepse ka vetëm një herë që shkojnë, e kuptoj, për të parë në stadium është kur lodh kombëtare, sepse aty u ngelo akoma një besim, e kuptoj që lidh me nacionalizmin, aty kanë bërë truke, kanë lidhur. Adheu nuk shitet, nuk trajtohet. Kanë ultrasit që sa herë zhvillohen ndeshje futbolli dalin në publik. Po ja, se më kujtoj tani këtë punë e voleybollit, unë vi nga qyteti i Rrëshenit, nga Mirdita. Po që është një minator i Ne kemi traditë realisht voleybollin për femra atje. Edhe realisht ka qenë një ekip dinitoz, disa herë kampionë e Shqipërisë, shumë dinitoz, mund të jetë një ndër 3 ekipet më të mira që ka ekipi i voleybollit, ndiqej masivisht shumë. Se që edhe qytet i vogël e një aktivitet sportiv si që ishte në atë kohë pallati i sportit. Po tani duket sikur s'bën përshtypje më. Këtë do thoja, realisht Mirdita po e mban me shumë zor, me shumë pa, vazhdon. Edhe ne kemi një lloj, është një lloj ku ta di unë, jena si puna Brazilit në futboll, që gjithmonë prodhojmë lojtar talentuar, edhe Mirdita prodhon voleybollistë shumë talentuar. Për hir të vërtetës, është vetë nuk e di se si tradita, ndoshta në këtë sport, natyra, por kemi voleybollistë realisht shumë të tërë. Vetëm kombëtarë e Shqipërisë, 5 kryesorët i ka nga gjitha nga minatori i Mirditës, domethënë. Në fakt po mendoja që qytetarët motrat prenga, Tuci, qytetarët janë gjitha. Koleg, po mendoja që qytetarët bëhen më të mirë në fakt kur jepen mbas sporteve, sepse çdo qenie njerëzore ka një energji destruktive dhe mund ta shkarkojnë më së miri. Ju mund të thoni që janë palestrat, por nuk në kryesisht unë ndjek modelin italian. Modeli italian kryesisht ndjek domosht që qytetet që janë të vogla, atyre u lihet voleybolli dhe basketbolli. Jo pa qëllim. Pra që këta njerëz atje mos jetojnë vetëm nëpërmjet punës, por edhe nëpërmjet aktivitetit sportiv dhe kulturor. Pra të jenë të lidhur me ekipin e tyre të qytetit. Dhe kryesisht për shembull ekipet më të mëdha në Itali ose që financohen më shumë janë ekipet e qyteteve të vogla.
për shembull të rroshenit e gjitha. Dhe kjo ka një shpjegim, ka një arsye që njerëzit të mos lëvizin ta ndjejnë pra atë qytet, sepse qyteti sigurisht të kuptohet mos pasur sportin e duke u zhveshur. Po këtë po them. Sigurisht po pra. Kurse në Shqipëri për shembull kjo gjëja nuk ndodh. Pra, neve këtu ta them ty ta marrë vetëm në lokalen e. Po ta marrë në këtë aspekt. Njerëzit kanë nevojë, sigurisht njerëzit kanë nevojë të ushqehen, jo vetëm me atë që është pjesa bazike, e kuptoj, por kanë edhe nëpërmjet sportit. Për shembull, sporti, për shembull, qyteti i Burrelit para viteve 90 kishte të famshëm ping-pongun. Domun ishin kampion për ping-pong. Kuksi kishte mundjen. Nga krau domethënë çdo qytet ka qenë evidentuar me një sport të caktuar. Pasoni përveç futbollit ishte evidentuar nëpërmjet njerëzit ishin të lidhur domosdoshmërisht me këtë sport, me një sport të caktuar, gjë që sot nuk bëhet. Pra, qytetet tuaja është populluar vetëm nga sporti. Po mungojnë terrene sportive, mungojnë shumë faktorë për ta kthyer tamam siç duhet. Një gjë realisht. Për shembull, një gjë për shembull që po e bën sot Gramshi, por që unë mendoj që është më vonesë, ka një ekipin e vajzave. Atje, por ti nuk bësh ekip vajzash, por nëse ato vajzat janë nga 11, 10 janë nga Afrika, ato nuk kanë lidhje, e kupto. Dhe Erblira Bici, që është nga Gramshi, që është volejbolliste e famshme që luan sot në nivelet e larta të volejbollit italian, që dihet që për famën e vet, e kupto ka dalë po nga Gramshi. Kështu që edhe ka dhe një gjë që këtu përgjithsisht shqiptarët nuk e kanë zakon që të kthehen në qytetin e tyre, të investojnë, të gjithë intelektin, informimin që kanë marrë jashtë. Po që nga shteti investitori kryesor pra kundrejt këtyre sporteve. Shteti duhet të jetë orientues. Ti do krijosh lehtësira. Ne sot kemi ligj sporti, i cili unë sa mbaj mend, u bë vite të tëra, boja 10-20 vjet që nuk bëhet. E kuptoj. Me qira fjala sa interesohen bashkitë për këto sportet. Po nuk ka se sepse ligji i sportit në vetvete ka sponsorin. Pra ti do krijosh lehtësira për sponsorin dhe sponsori filloi pastaj të investoj në sportet e rrethave. Pra ti do ta lehtësosh diku tjetër që të sponsorizojë. Ndoshta ai nuk ka arsye pse të vijë të e kuptoj. Po, dhe normalisht pastaj ai do duhet të hapi për efektet të marketingut do vetë të hapi dhe një gazetë, një media sportive, e kështu me radhë, dhe të fillojë të krijohet edhe një herë, krijohet entuziazmi sportiv, klima, profili, gjërat, reportazhi, atmosfera sportive, se Tour de France nuk ka impakt në shoqëri. Se një emision që ja kushton Tour de France. Jo fare, këtë po them pra. Kishte edhe një emision sportiv. Sot televizionet kombëtare kanë ndoshta kapacitetin për ta zhvilluar, për ta bërë. Kombëtare kanë emisione sportive më. Televizionet kombëtare kanë emisione sportive. Mos emisione sportive kanë rubrika sportive. Më gjej një për Tour de France, nuk e kam parë vetëm me politikë. Se sot për shembull në Kosovë basketbolli është shumë herë më mirë se Shqipëri. Ne kishim një traditë basketbollit. Neve Partizani mbajmë për unë kam lexuar se unë vetë nuk kam parë, por ndeshja akoma që mbahet më sot është Partizani Oran Soda në Ligën e Kampionëve. E kuptoj ku Agim Faku shpall playmakeri më i famshëm i atij kompeticioni. Po, i atij kompeticioni. E kuptoj, po ku kemi këtë shembull sot? Kush pret për këtë shembull sot? Si do mësoj ky rini, domethënë ne kena pasur dikur një voleboll. Ai që do bëhet aspiron që të bëhet basketbollist. Çfarë modeli do ketë ai? Cili model? Modelin e këtyre 35 vite ku sot që flasim imagjino tani kanë arritur edhe basketbollin dhe volejbollin që janë lojra ekipore të lojra me dorë që nuk kanë lidhje me basket dhe ato kanë filluar ti manipulojnë dhe të akuzojnë njëri tjetrin. Pra flas këtu në Shqipëri. Deri këtu ka shkuar. Çfarë hyra për shembull. Pra unë më shumë lexoj kur Arqile Gorea i të utës i Durrësit akuzon federatën për manipulim të garave, se sa për vetë ndeshjet. Unë dua të di kush është pika shënduesi më i miri i ndeshjes, siç ka qenë dikur. E kuptoj. Po janë se pa dashur ta ndërpres mendimin Eldar, çfarë duhet plotësoje në ligj. Jo, doja thoya këtë gjë që bëri përshtypje. Ke shoh njerëz për lokale të ndryshme ka rastisur për të parë, por edhe me informacion. Shoh njerëz që paguajnë lek këto garat me qen. Me qen paguajnë lek realisht. Dhe në qoftë se do kishte
qoftë edhe duke e kthyer më median edhe një farë mënyrë duke I dhënë një lloj këndi të tillë ku të futet ky puna konceptit bigjot, leti shërbej kësaj industrisë bigjozit. Se s'kemi qepën pa ma të funksionojë, po të funksionojë I çik, të funksionojë edhe si kulturë sportive, sepse çfarë do thotë, interesi ndaj kulturës sportive është edhe interes ndaj qenies njerëzore, ndaj jetesës së mirë, të jetuarit të mirë. Dhe një shoqëri që jeton mirë mendon dhe mirë. Realisht. Mendon. Prandaj po themi ne këtu mbyllet çdo lloj atmosfere, jemi pak a shumë jetojmë si në kohën e realizmit socialist ku na ishte ajo zhurmuesi që I ndalote valet e televizionit që lidhen me perëndimin, pothuajse e kishim inekzistente dhe çfarë prodhonim ne. Unë nuk e di Ne realisht këtu prodhojmë trukim garash, prodhojmë manipulim, prodhojmë çorientim të opinionit publik, zvetnim, relativizim, gjitha çështjeve. Në thelb nuk krijojmë një orientim vërtet për ndërtimin e qenies njerëzore, e dinjitetit qenies njerëzore, e shëndetit qenies njerëzore. Po prandaj thash për rinin. Rinia largohet nga droga, nga veset e këqija, nga alkooli, rinia po hidhet nga Shqipëria komplet. Që mund të rinia po thosë po hidhet komplet nga Shqipëria. Në qoftë se do shkosh ne vërtet folëm për sporte ku motori gjenerues I saj është talenti rinor. Por në qoftë se do shkosh në periferi të shoqërisë shqiptare, jashtë Tiranës, ti nuk do shohësh trima, nuk ka të ri. Janë duke majtur pak edhe ato sporte, po I mbajnë gjimnazistët. Unë kam këtu po të kuren terrene sportive, si do bëjnë sport? Unë kam shembullin tim. E kuptoj. Unë në 80 qare kam pas dy modele sportistësh. 3, sepse I treti erdhi më mbrapa. Unë kam pas Viron Bezhanin, një nga mundësit më të mirë të gjitha kohërave në Shqipëri. Ka qenë Faria Hoti, ka qenë në volejboll. Pra, I ka pas mësues fizikulturë këto, të dy. I ka pas në shkollët e vjeçare. Pra, nëse unë doja të merrja një model se ku do të shkoja në kuptimin e aspektit sportiv, u kisha 2 mësues fizikulturë, të cilët ishin emra në atë kohë. Dhe më mbrapa pastaj erdhi dhe Fatmir Bushi që ishte peshngritës. Pra, ku janë sot këto modele? Rreziku pra, partia afare, nuk është problemi aty. Problemi është domthonjë që ora këta të rinjtë sotshëm nga frymëzohen në palestrat e tyre. Pra, nëse ti pyet për shembull pyet vajzën tënde. Kë ke mësues ti fizikulture? Çfarë ka bërë mësuesja jote fizikulturës? Ka qenë kjo një sportiste? Me çfarë sporti është marrë? Çfarë trofeu ka fituar? Si ka fituar këtë trofeu? A ka kjo një model? Kuptoj që nesër shkoj të luaj volejboll apo basketboll apo po të ishe djalë lunta dhe të edukohen me shembuj pra thuaj. Pikërisht pra. Pikërisht këto shembuj për mua kanë humbur. Kanë humbur në kohë, po, sepse ta them të tjetrën. Sot që po flasim, ne kemi mundës kampion bote. Dakor? Pavarësisht se kemi udhëzuar nga Rusia e largë, nga Kaukazi. Po, që morën dhe morën qytetar. Po, a dini ju se cili është trajneri I këtij ekipi kombëtar që na ka sjell 2 medalje botërore? Ilir Suli apo? Ja, është Leonard Çakmashi, është prodhimi I këtij Viron Bezhani nga ajo shkollë ku un kam qenë aty bashkë me të. Leonard Çakmashi ka qenë 2 vite para meje dhe është prodhimi I Viron Bezhani nga ajo palestër shkolle. Po pse nuk promovohen? Dakor, ku e ke gazetarinë pra? Ja ku e ke gazetarinë? Pse nuk tesh profili që është vlera? Kjo është gazetari sportive. Kjo është gazetari sportive pra. Ora, personazhi. Nuk I heqim të gdhem një profil. Nuk I heqim. Të shohim një portret. Nuk I heqim as merit atyre çunave që ne kemi marrë ne nga Rusia e largët. Po ky Leonard Çakmashi, I cili është djalë Çeçenia? Diku andaj. Nuk ka rëndësi. Po ky Leonard Çakmashi, djalë shumë modest, I cili vazhdon akoma jeton në ditën lagje. E kuptoj, cili është trajneri I ekipit kombëtar që na ka sjell neve këto 2 medalje botërore. Se nuk është se jemi një popull domthonjë që nuk jemi Amerika dhe Kina që luftojnë për medalje në Olimpiadë, nuk jemi ka shpeshta këto. Është prodhim I një shkolle shumë modeste në kuptimin e rangut të Tiranës, por ishte prodhim I një kohe të caktuar ku klasa sportive ishin klasë sportive dhe funksiononin. Dhe Viron Bezhanin ta e merrnin nga qendra e Tiranës dhe e çonin në shkollë Farie Hotin, që ishte një nga volleyistët më të famshëm dhe që sot ka një emër me palestrën e saj atje dhe që respektohet edhe sot për emrin që ka, ishte mësuese fizikulture atje dhe unë kam parë duke mësuar volejbollin vajzave. Po sot ku jemi sot? Pra, dalim ka ajo tjetra donë që ku kalon Giro Italia
Kupton, ne nuk ja kuptojmë rëndësinë Giro Italias. Këtë po thoja. Po pra, ne nuk ja dimë rëndësinë. Më shumë njerëz të mbledhosur se sa të gëzuar. Po pra, sepse na ka humbur ai që është modeli. Sepse ka humbur rëndësia sportit në shoqëri. Dhe sa sportist nxorri ai Viron Bexhani në arkun e 4 viteve. Unë nuk e di nëse ka në vend perindor në atë palestër që unë mbaj mend dhe sot, në atë palestër që unë mbaj mend dhe sot, e kupton ku ta djem, mbasi më rëndë ora e mësimit, pavarësisht se nuk ishin të mirë në mësime, por kishin dhunti tjetër. Por që të kishte këtë dhunti, duhet ishte patjetër një mjeshtër si Viron Bexhani që t'i nxirrte në pa, e kupton, dhe ti ishte nga ajo që ishte një periferi me problemet e veta dhe të çonte një palestër dhe ti edukonte dhe ti bënte njerëz kaq të mirë sot sa që ti shërbejnë, e kupton. Mua sot, që zbarkuar me qira fjala media të pafundme. Se më kujtua. Mua dje më mori Briken Calja. Briken Calja është një nga peshngritësit më elitarë që ka pasur Shqipëria, të paktën në këto 30 vitet e fundit në kuptimin e peshngritjes. Dhe ai vjen nga zona e Shtërmenit në Elbasan. Unë kam qenë atje. Dhe kam parë dhe palestrën ku janë servitur këta djemë. Pra, filizat e Shtërmenit. Kishte djemë të cilët vinin një orë larg tek ajo palestër për të stërvitur. Dikur. Po dikur pra, unë po flas dikur tani. Se tani njerëzit rrinë për kafene, nuk stimulohen, nuk nxiten, nuk ka një model që nëse vullneti bashkohet bashkë me dashurinë, me investime të gjitha mund të bëjmë mrekulli, kudo që të jetë. E tha Eldari që media flet shumë pak për këtë gjëra. Po pra, dhe këta janë shembuj që duhen ndjekur. E kupton? Dhe unë kur parë pedanën me cilën servitej Briken Calja në Shtërmen, dhe investimet që bëjnë vende të tjera, e kupton, Bullgaria apo shumë të tjera, e kupton, dhe atë që arriti ai, po nuk ka, dhe shteti është inekzistent në këtë pjesë, është komplet inekzistent. Unë via re nuk është folur fare, nuk është promovuar sa ç'duhet, e prekëm pak më lart këtë Giro d'Italia, por nuk është folur, nuk është promovuar sa ç'duhet. Sepse kemi dy probleme të mëdha. Është thënë, po. Kemi dy probleme të mëdha. Për sa i përket pikësparë herë kemi një mungesë, ose azuri hapësirën fushata. Kjo e thash që në hyrje të fjalës time më hershme, por problemi qëndron që dy problemet është. Po përpos fushatës e cila nuk pranon asnjë lloj mesazhi tjetër dhe asnjë lloj aktiviteti tjetër të futet në intermezzo, sepse du ta kuptojmë urim. Mediat shqiptare dhe njerëzit që i drejtojnë këto mediat shqiptare kanë shumë pak interes për kulturën dhe për ndriçimin e individit në këtë shoqëri. Ta themi këtë. Po pra, po e kanë orientuar individin drejt konfliktit për plasjes. Një sekond. Dhe ajo çfarë duhet thënë dhe duhet ta ketë parasysh edhe shoqëria dhe audienca është që ai që je parat, ai e ka marrë dhe hapësirën televizive në kontroll. Problemi kjo është një resurs shumë i madh që Giro d'Italia vjen nga për shkak se është e përfshirë qeveria dhe interesat e një shteti, interesat kombëtare realisht, shko dhe më larg, dhe mediat janë detyruar për t'i kushtuar çik vëmendje sepse nuk duhet harruar që kjo Shqipëri e vogël e ke në të gjitha ekranet kombëtare, e ke në Supersport. Sot e ke në Supersport. Dje e ke pas Supersport. Në të gjitha kanalet më të famshme të sportive të botës ku ka një audiencë miliona. Sa ata kanë traditën dhe kulturën. Eurosport, pa diskutim. Po Supersporti italian, Eurosporti e tjera. Në të gjitha televizionet franceze, italiane, greke, spanjolle dhe kudo e ke prezente këtë garë. Që do thotë nuk ka promovim falas më të madh për një shtet si Shqipëria. Dhe Shqipëria realisht duhet të tregoj fytyrën europiane të saj. Është ngjashme me vizitën e Papës. Për shembull, kur ka se na më kujtove Papën, kur erdhi Papa atëre, Papa Francesku në Shqipëri, jam habitur, domethënë duke bërë atë navigimin nëpër mediat, nuk kishte media e madhe e vogël në botë që nuk e kishte këtë të raportuar këtë lloj vizite. Pra, në aspektin kulturor është interes shumë i madh. Është jehon. Në Itali është sport kombëtar. Dakor? Ciklizmi. Patjetër. Nuk diskutohet fare. E kuptoj. Do të thotë ai e ka të famshme. Në Francë sport kombëtar. Prandaj pra folëm pak më lart, ne kemi pasur SBH-n e zhdukëm. Pse? Siç kemi zhdukur çdo gjë. Ne kemi pasur ekipin e ciklizmit të Partizanit, ekipin e ciklizmit të Shkodrës, të Tiranës. Po kanë qenë japonist pak të që janë rritur në ato modele. Japonistë se fierit e në personazhe më të njohur të tjerë nga ato kanë qenë ciklistë. Dhe për mua garat ishin unë i prisja me shumë interes. Garat në Shqipëri, garat e ciklizmit. Pavarësisht se kjo po thoj u zbesh shumë pas viteve 90 sepse pati disa vite që as nuk u bë fare, as nuk u zhvillua ose zhvillohej në mënyrë gjysmake. Por
kur ti shikon, më shumë, unë jam rritur me Marco Pantanin. Po ku ka gjë më Do bukur pas që të është çifsha këto modele? Shikoj, pas të çifsha Armstrong, unë kam parë Marco Pantanin, do të ishte pirati i Malores në Itali. Atje. Mbi gjitha unë kam parë dhe filma që i kushtoheshin ciklistëve të ndryshëm. Ka qenë një ciklist madje shumë i famshëm gjatë luftës së dytë botërore, i cili shërbente edhe si partizan, bënte edhe ciklizëm. Pra, ai punonte kundra gjermanëve. Atje fashizmi, nazizmi. Dhe bashkëpunonte me Klerin në atje. Për ato nuk e mësuan dot kurrë se kush ishte personi që punonte me Klerin. Dhe është bërë një film shumë i famshëm për këtë ciklist. Pra këto janë shembuj shumë të mëdhenj. E kupton se nga këtu fillon çdo gjë. Këtu fillon dashuria. Se pasioni njerëzor e njëjtë është, si kusja të qenë njerëzore e njëjtë është. Ky Kurse homo sapiens është gjithandaj, pse duhet ekzistojë atë diu? Unë sot, edhe në këto media që janë portale nuk lexoj si shembull, për fat të keq. Do ne kemi pasur, shikoj, e dini po mos nuk ka kapacitet për të bëjnë këto gjëra. A dini ju që ne kemi pasur ciklistë që kanë humbur jetën gjatë etapave? Jo, se di këtë. Pikërisht. Ne kemi pasur dhe sot aq pasionant kanë qenë. Patjetër, por kanë qenë kampion për vite të tëra me radhë të ciklizmit. Absolut. E kuptoj. Dhe kanë humbur jetën gjatë etapave. Siç ndodh sot, që neve shohim kur ka për shembull përplasje gjatë Giro ose rrëzohen në ciklistët. E kuptoj, dhe ne kemi pasur ciklistët tanë që kanë humbur jetën. Unë pyesja policët dje. Pra pasioni ka qenë shumë do bëhet një tur ciklistik thonë. Po pikërisht po. Unë e mora vesh sepse të sheshi Skënderbej dhe po i them edhe për organizimin, se shiko tani, se nuk mundesh ti tani gjysmëore përpara se të kaloj turi aty, të fillosh të bllokosh rrugët. Pra deri në orën 12:30 rrugët ishin të hapura me makina. Pastaj filluan të vinin ato reklamat. Po kjo tregon domosdoshmë që ne nuk jemi të lidhur organikisht me këtë gjë. Jemi akoma larg, jemi shumë larg. E kuptoj, organizimi është larg aty të qenit për nivelet tilla. Po sepse janë lidhur me shumë faktorë tani. Sidomos në këtë lloj derexhe unë vurare se më bëri shumë përshtypje, po kështu fillon tani hapet pak, po shifja konklavën e Vatikanit, çuditërisht dhe po bëhet shumë përshtypje, nuk gjesha në media një njeri më valla që përveç se priftave, ku ta diun, po dhe prifta s'kishin marrë një gazetar i cili është specializuar në kulturën e religionit. Flasë kulturën e religionit, jo vetëm për katolicizmin, por bektashizmin, muslimanizmin, madje për gjithë kulturën fetare. Nuk gjen një gazetar më që ta ndaj ç'është konklava, ç'është kjo, si ja interesi, pse çfarë do të thotë Tymi Bardh, si është mënyra votimi, të sqarohet opinioni publik, më ishte një ngjarje shumë e madhe, po shifja këtë vjet botërore, po shifja BBC-n, secili kishte po shifja BBC-n, po shifja ne nuk i njohim. Nuk i njohim, se ne nuk e marrim gazetarin ta trajnojmë. Po pra, të thuash që Kleri katolik nuk ka gazetarët e vet. E kupton, tu flas në Shqipëri, kjo nuk është e vërtetë, se i ka. I ka, pa diskutim. Ne duhet të kemi gazetarin e mediave, gazetarin e medias generaliste. Është për shembull Samarxhi. Po ka ngelur i vet, ka ngelur një dhe nuk ka marrë ritmin e kohës. Po jo për fajt atij, sepse kshu vin gjëra, çdo njeri ka atë moshën e vet që lodhet. Dhe kështu është ajo, kur flasim për gazetarë të fesë, dhe kështu është ajo që krijohet personaliteti. Po krijo modelet, ne i referohemi si model. Pra ti e di shumë mirë kur i bie telefonit, i bie telefonin aldarit, dritarit, dhe e di shumë mirë sikur çështje caktuar. Çfarë përgjigje do marrësh? Por sigurisht do ta themi këtë gjë, që kjo do të shkojë barazë dhe me pagesë. Po të vlerësohet. Po patjetër, media do të shko se media këtu e ka thjesht të fton, e kupton, po jo, kjo do të shkojë baraz. Televizionet kombëtare. Se po nuk u vlerësuan, nuk krijohet model. Po jo, duhet ta mbaje, duhet ta paguajë atë gazetar për këtë punë që bën, por kur i duhet. Ti të ka ardhur papa në Shqipëri që papa për te i besimit fetar. Funksionon si zjarr fikse, apo ai mbajmë aty zjarr fikse me një rast caktuar. Papa si model i brendit ndërkombëtar që krijon bën xhirën e lajmeve në botë, nuk dishin të sqaronin gazetarët. Fare. E pash tani po shifja se më bëri shumë përshtypje se unë njoh pak këtë kulturën katolicizme, e njoh pak e mbylla për këtë Leonin e 14 që u zgjedh. Ata nuk e kuptojnë se kur papa zgjedh emrin, realisht zgjedh dhe modelin doktrinar i cili përfaqëson.
Po e shifja aty asgjë Leoni i 14, po thoshin po do ta shohin tani se çfarë politike do bote. Në model, por një gazetar kuptimin që njeh religionin, njeh katolicizmin, mjafton vetëm në ChatGPT çfarë ka qenë Leoni i 14 dhe del cilat ai ishte një pap i cili ndryshe nga gjithë papat e tjerë u fut dhe në shoqëri. Pati përveç se ishte ideator, u fut në shoqëri dhe ishte konservator. Në thënë. Pra, sot Vatikani është në linjën e konservatorizmit dhe një papë të angazhuar në shoqëri. I cili pa linjën të ndjekit. Po linjën që doktrina që merr katolicizmi është me emrin që zgjedh papa. Sigurisht. Realisht por ne nuk i dim këto gjëra dhe nuk kemi njerëz të specializuar që funksionojnë dhe së kulturë. Për të bërë paralelizmin një të gjë dhe me sport. Të vetmi dietar që paguhen këtu janë enciklopedistët analistë. Faleminderit. Vetëm ata meritojnë të ushqejnë, të gjithë të tjerët pastaj. E kupton? Meritojnë çat mbetet. Po rrimet. Të nderuar teleshikues, kemi mbritur në fund të programit edhe për mbrëmjen e sotme. Ju falenderojmë që na ndoqët. Ju kujtojmë takimin tonë të ardhshëm, i cili do të jetë sërish të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim. Thank you.